Se nuk merrni masa ju. Të lutem, duhet të kalojnë tjetër. Merrni informacione në faqet tona. Një vendim gjykate. 35 pesticide të ndaluara që po rrezikojnë shëndetin tonë dhe fëmijëve tanë. Zonja Denaj, a mendoni se e keni bërë detyrën siç duhet? Gjithë institucionet e ministrisë po. Si qarkullojnë këto pesticide dhe na rrezikojnë? Një javë më parë, transmetuam skandalin e pesticideve të ndaluara të pranishme në Shqipëri. Unë e pash me shumë kujdes emisionin nga mënyra si komunikoj me ju. Unë mendoj që kjo ministër për 24 orë do të japi dorëheqje. Jemi në një rast emergjencë kombëtare për sa i përket sigurisë ushqimore. Pas informacionit që morëm nga laboratori Tenuis për prezencë të 35 pesticideve të ndaluara në produkte të ndryshme ushqimore, ne ju drejtuam ministrisë për të kuptuar nëse ishte në dijeni të kësaj situate skandaloze. Dhe në përgjigjen e kthyer, ajo sqaron se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk disponon informacion mbi rastet e konstatimit të pesticideve. Gjithashtu, thuhet se janë interesuar pranë laboratorëve që kryejnë këto analiza, por nuk kanë mundur ta marrin informacionin për shkak të konfidencialitetit që laboratorët duhet të ruajnë ndaj klientëve të tyre. Kur një laborator i akredituar duhet të ruajë konfidencialitetin, cila është rruga ligjore që duhet të ndjek shteti në këtë rast? Atëherë, një vendim gjyqësor ose një vendim prokurorie do ta zhvishte laboratorin nga konfidencialiteti. Jemi në një rast emergjencë kombëtare për sa i përket sigurisë ushqimore. Nuk përjashton asnjë, por fëmijët e ndjejnë akoma më tepër. Nënat shtatzan është fatale për ato. Patjetër, gjitha problemet në sistemin ton tretës, gjitha këto kancere dhe tumore që shikojmë në zorën e trashë, patjetër që vijnë nga efektet që kanë këto pesticide. A ka vend vërtet për të alarmuar? Apo këto pesticide të ndaluara në vendet të Bashkimit Evropian dhe në Amerikë mund të mos jenë edhe aq të rrezikshme? Për këtë kemi listuar disa nga këto substanca me pasoja shkatrimtare në shëndetin ton. Klorpirifos është cilësuar si një nga më të rrezikshmit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shkakton dëme të pariparueshme në fetus, sistem nervor dhe imunitet. Për këto arsye, në vitin 2001, SBA dhe BE kanë vendosur që ta ndalojnë përdorimin e tij nga fermerë të vegjël dhe në 2018 është ndaluar edhe nga korporatat. Butaklor përdoret nga fermerët për të dëmtuar barrat e këqija apo shkurret parazite rreth bimëve të kultivuara. Në Bashkimin Evropian është kategorikisht i ndaluar për shkak të toksicitetit tepër të lartë, ndërsa bëhet shumë më i rrezikshëm nëse vihet në kontakt me ujin e pishëm. Butaklor i hedhur pa kujdes dhe pa kriter mund t'i bëjë edhe peshqit një lloj toksik dhe të rrezikshëm për konsum. Nëse shikojmë me vëmendje skedën e Dicofol, kuptojmë që kemi të bëjmë me një pesticid tepër toksik, aq sa mund ta konsiderojmë si një vrasës të heshtur. Kjo substancë mund të ketë pasoja vdekjeprurse nëse merret nga rrugët e frymarrjes apo nga konsumimi i ujit në të cilin ka agjent të këtij helmi. Fosmet është një tjetër pesticid me rrezikshmëri të lartë për shëndetin. Përdorimi i tij nga fermerët pa konsulta paraprake me specialistët mund të krijojë dëme të pariparueshme për shëndetin e konsumatorëve. Në Itali, fosmet përdoret në pemët frutore, si pjeshka, kumbulla, qershia, molla apo darda. Sasitë të kontrolluara të këtij pesticidi hidhen në 10 ditëshin e parë të fazës ulëzimit të bimës, ndërkohë që më pas është ndaluar rreptësisht të përdoret, por kjo nuk ndodh në Shqipëri. Dieldrina është përdorur gjerësisht në Amerikë për 2 dekada rresht, nga vitet 1950 deri në 1970. Më pas, u ndalua jo vetëm atje, por në shumë vende të botës, pasi dëmet që shkakton janë të pariparueshme, duke filluar që nga sistemi imunitar, riprodhimi, Parkinsoni e deri te kanceri. Dhe imagjinoni që jo vetëm këto, por edhe plot 30 pesticide të tjera të ndaluara përdoren pa hesap në agrikulturën tonë në hundën e autoriteteve. Unë mendoj që në bisedën që patët ju me ministren, në radh parë ajo duhet fokusojë më shumë te problemi dhe të jepte përgjigje të drejtë për drejta për pyetjet që ju i bët asaj. Ajo duhet të zhvillonte menjëherë një konferencë për shtyp, sepse cilësia, siguria dhe garancia ushqimore janë çështje të sigurisë kombëtare. Domethënë, është e pafalshme që në territorin e një vendi që pretendon të jetë antar i Bashkimit Evropian të qarkullojnë 35 kimikate që dëmtojnë shëndetin e qytetarëve. E që për më tepër vazhdojnë ende të jenë prezente në çdo produkt të tavolinave tona. Janë shumë të fuqishme si helme dhe ndikojnë drejt për drejt në sistemin nervor qendror, duke shkuar sipas dozave të mëdha deri në vdekjen e pacientit. Dëmtojnë rrozat e kuqe të gjakut, duke ulur funksionin e tyre. Kancere mund të shkaktohen pikërisht nga ekspozimet e gjata në këto lloj mjedisesh. Por mund kemi edhe probleme pulmonare, kardiologjike, të traktit gastrointestinal. 1001 pasoja që do t'i vuajmë ne dhe fëmijët tanë. Por si hyn këto helme në vendin tonë? Meqense në vazhdimsi Bashkimi Evropian, pothuajse çdo vit, nxjerr nga lista 20, 30, 40 kimikate, vendet e Bashkimit Evropian i kanë këto kimikate në magazinë dhe Shqipëria, ku kontrolli doganor nuk është aq i fuqishëm, si thosh është bërë një lloj magazine. Një magazin kimikatesh që në një vend normal duhet të shkaktojë një fortunë institucionale.
Ndërsa këtu, me sa duket funksionon kodi i heshtjes. Ne kemi 350.000, 360.000 ferma, vetëm një pjesë e vogël e këtyre fermave kanë marrë atë që quhet numri identifikimit, mbi bazën e të cilit kanë drejt bëjnë biznes. Pra janë ferma të cilat dalin treg. Po 300.000 ferma tjera që nuk dalin treg, ne nuk dim ç'a bëjnë ata. Ne nuk e dim ç'a han, ç'a prodhojnë, edhe çfarë shesin, ato pak gjë që shesin treg. Ata janë ata lloj fermerësh, fermeri thënçin, disa njerëz që i ka zënë jeta aty të ajo copto që kanë dhe nuk din ç'a të bëjnë as me jetën e tyre, as me tokën e tyre, as me të ardhmen e fëmijëve të tyre. Aq më pak mund të mendojnë për të ardhmen e fëmijëve tan. Por a është faj vallë vetëm te fermerët? Në gjithë botën themi që universitetet bashkëpunojnë me biznesin, apo? Janë universitetet që i japin fermerëve këshilla. Sa fermer marrin këshilla nga Universiteti Bujqësor i Tiranës? Zero. Sepse Universiteti Bujqësor i Tiranës e ka mendjen për të 10 lekë të popullit. Ç'a bën Universiteti Bujqësor me këtë rast e këtyre 35 pesticideve që janë në territorin e Shqipërisë, që kanë dalë nga qarkullimi i Bashkimit Evropian? Ç'a masë mori Universiteti Bujqësor? Kishte shumë për të bërë Universiteti Bujqësor. S'bëri asgjë. Po ekspertët e Ministrisë së Bujqësisë. Në Shqipëri ka 5 qendra transferimi teknologjive bujqësore, po nuk kanë kapacitete, nuk kanë njerëz të mjaftueshëm që të shkojnë në nivel ferme, t'i tregojnë fermerëve si veprohet. Kjo është fara e domates. Hapet toka, 25 cm thellë, punohet, hidhet pleu kimik, vendoset fare domates, mbulohet. Në fazën që arrin pjekurie lules, duhet i hedhësh shtok kimikate. Kush ja thotë fermerëve? Po, a janë evidentuar raste konkrete të helmimit nga pesticidet? Më thoni mua, në cilin rast spitalet kanë njoftu policin kur i kanë vajtur pacientë e elmuar, që kanë konsumuar për një kohë gjatë produkte të cilat janë të kontaminuara me kimikate. Nuk kanë informuar. Në një kohë që është detyrë e spitalit njoftoi policin. Çfarë është? Neglizhencë, mungesë njohurie apo sistemi ndryshje? I din gjithë. Prandaj po them, çdo njeri ka një kuadër në të cilin vepron. Është etika, morali, ligji dhe Zoti. Në momentin që ti del jashtë kësaj, ti si je më njeri. Dhe duke mos qenë më njeri, ty nuk të bie fare në mend për jetën e tjetër. Kjo është. Ka përcy, përtej logjika njerëzore. Ka rënë sistemi. A ka një protokoll për kontrollin e produkteve me kimikate të ndaluara? Çështja është të gjithë institucionet e sistemit bujqësisë dhe të ushqimit, ku ministria është në krye. Në momentin që ti shkon dhe i thua laboratorit që shiko se më jep mua listën e kimikateve që ke gjetur ti nga analizat që ke bërë për një vit. Edhe i laboratori thotë, i ka shoku thotë, është çështje profesionale sa japun atë. S'njeh fare kush je. Pse? Se laboratori nuk ka marrëdhënie me shtetin. Në momentin që unë të jap një licencë ty si laborator, aty pastaj firmoset një gjë voçkël fare, që ka detyrim. Po që është shumë e rëndësishme që ke detyrim 1 2 3 4 5. Por kjo deri tani nuk ka ndodhur, duke e kthyer çështjen e përdorimit të pesticideve në një fushë të madhe të minuar, në të cilën ecim çdo ditë. Në momentin që ti cakton në një detyrë një person që nuk është i fushës, ai për një herë thot, edhe sikur ta çojnë atje te spaku, ai do thot po unë s'dija gjë. Cila është llogaria që kjo ministër do t'i kërkojë drejtorit mbrojtjes bimëve në Ministrinë e Bujqësisë? Çfarë mund t'i kërkojë drejtori mbrojtjes bimëve dhe ministrja drejtorit akus? Çfarë mund t'i kërkojnë ata kur s'din fushën? Kjo histori me përdorimin pa kriter të pesticideve të ndaluara në fakt nuk është e panjohur, sepse historikisht Bashkimi Evropian ka dhënë para për të eliminuar pesticidet, specifikisht pesticidet që kishin krijuar hotspot-e në territorin e Republikës së Shqipërisë, të janë dhënë miliona euro në vazhdimsi dhe në fund u vendos që këto pesticide duhet të dilin nga territori i Republikës së Shqipërisë, sepse këtu në Shqipëri nuk ishte e mundur eliminimi i këtyre. S'kishim teknologji. Por me sa duket, ato që nxorëm nga dera, na hyn nga dritarja dhe sot shumë vite më vonë, pesticidet e ndaluara në çdo vend të zhvilluar të botës magazinohen dhe përdoren gjerësisht në kulturat tona bujqësore. Pra jemi në një fazë emergjence apo jo? Po, topi ka vajtë në fund dyshe mes. E kupton sa mbrapa ka shumë punë për të bërë Shqipëria, po duhet vullnet. Ne mund bëjmë një intervistë kur të keni ju në Ne po e bëjmë pas këtij premtimi të zonjës ministre Denaj, ne i bëm një kërkesë zyrtare për intervistë. Por siç mund ta imagjinoni, nuk morëm asnjë përgjigje gjatë gjithë javës. Ndërkohë, duke vlerësuar situatën e rrezikshme me të cilën përballet çdo qytetar që blen dhe konsumon produktet me pesticidet e ndaluara, i dërguam prokurorisë së Tiranës një informacion të detajuar me të gjitha faktet që kemi publikuar një javë më parë. Por përgjigja ishte vërtet zgënjyese. Nuk na rezulton që deri në këto momente, në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të Tiranës, të ketë materiale kallëzuese në lidhje me çështjen e pesticideve të ndaluara në produktet ushqimore në Shqipëri. Ju ftojmë të depozitoni kallëzim penal, thuhet në përgjigjen e kësaj prokurorie. Në fakt, kur jemi në rastin e një situate alarmante dhe me rrezik për shëndetin e qytetarëve, dhe për më tepër, kur ka në duar provat e një krimi,
prokuroria duhet të kishte nisur menjëherë hetimin kryesisht pa patur nevojë për sinjalizim nga ne. Siç e thot qartë edhe neni 280 i kodit të procedurës penale, prokurori dhe policia marrin dijeni për veprën penale me iniciativën e vet dhe me njoftimin e bërë nga të tjerët. Njoftim që u bën në mënyrë të detajuar nga ne nëpërmjet emailit, por edhe me kërkesën tonë për të depozituar dorazi të gjitha faktet, gjë që nuk na u pranua. Çfarë rëndësie pas ka shëndeti qytetarëve për institucionet ligjzbatuese? E ndërsa ne flasim dhe autoritetet nuk ndërhyjnë, qindra tonelata fruta, perime dhe nën produkte të tyre të kontaminuara me toksina të rrezikshme të pesticideve vijojnë të hidhen në tregun vendas pa më të voglin kontroll dhe pa më të voglën ndërgjegje të autorëve dhe seirgjimve që kanë mbyllur të dy syt përballë këtij skandali me përmasa vrastare. Në këto kushte, a duhet ta bëj gjumin e qetë zonja ministre e bujqësisë?